Bashkimi Evropian ka publikuar progres raportin për Shqipërinë për vitin 2025, ku thekson hapat e ndërmarra në procesin e negociatave nga vendi ynë. Në raport thuhet se Shqipëria ka ruajtur angazhimin e fortë politik ndaj objektivit strategjik të integrimit edhe për afrimin e plot me politikën e jashtme dhe sigurisë me Unionin. Sipas BE-s, ky qëndrim i Shqipërisë është një sinjal i fortë si partner i besueshëm sa i përket demokracisë dhe reformimit zgjedhor. Raporti vlerëson zgjedhjet e 11 majit si konkurruese dhe të organizuara profesionalisht, por thekson se ka pasur mangësi përfshirë mungesën e kushteve të barabarta dhe abuzimin me burimet publike, duke shtuar se është e nevojshme një reforme plot zgjedhore për të adresuar rekomandimet e pazbatuara të OSBE, ODIHR-it dhe Komisionit të Venecias. Po ashtu polarizimi politik dhe mungesa e dialogut të sinqert politik vazhdojnë të pengojnë punën e parlamentit, thuhet në progres raport. Lidhur me reformën e administratës publike, BE thotë se Shqipëria është mesatarisht e përgatitur në këtë fushë, megjithse ka bërë disa përparime. Këtu përmendet miratimi i strategjisë kundër korrupsionit dhe reformës së administratës publike 2025-2030. Sipas Bashkimit Evropian, problem mbetet dhe praktika e rishikimeve buxhetore të kryera përmes akteve normative nga ekzekutivi dhe duhet të kufizohet. Procesi i vetingut për gjyqtarët dhe prokurorët është finalizuar në shkallë të parë dhe procedurat e apelimit janë në rrugë të mbarë për të respektuar afatet kushtetuese deri në qershor 2026. Vazhdon të ekzistojë shqetësimi për ndërhyrje dhe presionet pa drejta politike ndaj sistemit gjyqësor. Cilësia e drejtësisë pengohet nga mungesa e mjaftueshme e magjistratëve dhe nga vonimi në zbatimin e plotë të sistemit elektronik të menaxhimit të çështjeve, që pritet përfundojnë vetëm në 2030, një afat që konsiderohet dëmprurës, thuhet në raport. Në luftën kundër korrupsionit vlerësohet roli që ka pasur SPAK, struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ka forcuar rezultatet e saj pozitive dhe ka krijuar një rekord solid në ndjekjen e korrupsionit në nivele të larta. Përfshir rastet me zyrtarë dhe politikanë të rëndësishëm, megjithatë korrupsioni mbetet i përhapur në sektor të ndjeshëm. Kuadri institucional për parandalimin e korrupsionit ka ndikim të kufizuar. Rekomandohet që kontrolli i deklarimeve të pasurisë të bëhet më efektiv dhe transparent dhe deklaratat e personave politikisht të ekspozuar të publikohen online, thuhet ndër të tjera në progres raportin e Komisionit Evropian për Shqipërinë.